Shëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Në check-upet e viteve të fundit tek fëmijët dhe tek të rriturit është futur dhe një ekzaminim tjetër, që është dozimi i insulinës, pra dhe bërja e atij raportit midis sheqerit dhe insulinës, çka tregon rezistencën insulinike. Rezistenca insulinike është një ekzaminim që na tregon nëse organizmi prodhon sasinë e duhur të insulinës apo e prodhon atë në sasi të shtuar për shkak të tendencës së qelizave për të mos përgjigjur në mënyrë të rregullt ndaj niveleve të insulinës për të futur brenda qelizës glukozën e cila përdoret prej saj për energjinë që i duhet qelizës. Dhe pikërisht për shkak të kësaj tendence të mos përgjigjes korrekte të qelizës ndaj niveleve të insulinës, kemi një sforcim të pankreasit dhe në prodhim të sasive të shtuara të insulinës. Dhe në këto raste kemi atë që quhet rezistencë insulinike, pra një vlerë të lartë insuline dhe një raport koeficientit i cili quhet HOMA index të lartë në raport me normën. Kur ndodh kjo? Kjo zakonisht ndodh që në fëmijët në fakt, të cilët kanë një ushqyerje të çrregullt, kanë mbi peshë dhe obezitet dhe kryesisht si në fëmijët ashtu edhe në të rriturit kanë tendencë të bëjnë rezistencë insulinike, kryesisht personat që kanë mbi peshën dhe obezitetin, por dhe masën dhjamore të vendosur kryesisht në hapësirën e barkut. Pikërisht, rezistenca insulinike e lartë, por edhe e pa trajtuar, statistikat thonë që një person i tillë pas 10 deri në 12 vitesh ka tendencë shumë herë më të madhe për të bërë gjendje prediabetike dhe diabet të tipit të dytë. Pikërisht, për të minimizuar këtë në check-upet që në fëmijërinë dhe sidomos tek fëmijët që kanë një imunitet të ulët, kanë një regjim ushqimor të çrregullt, kanë gjithashtu një jetë sedentare, por edhe një gjumë jo cilësor, bën që të kemi tendenca për të pasur rezistencë insulinike. Rezistenca insulinike duhet të jetë pjesë e check-upeve, po ashtu dhe në gjithë të rriturit, një herë në vit. Dozimi i insulinës do të jetë shumë i rëndësishëm për të minimizuar rezistencën insulinike dhe nëse ajo është prezent për ta trajtuar atë në kohë. Zakonisht trajtimi, siç unë thash, bëhet me menaxhimin e stilit të jetës, pra regjimin ushqimor antiinflamator mesatatar, rritje të aktivitetit fizik, eliminimin totalisht të ushqimeve të procesuara, rregullimin e cilësisë së gjumit dhe atëherë kur duhet, edhe fillimi i një suplementi siç është inozitoli. Në raste të caktuara, mjekët kur nuk kanë një reagim të organizmit ndaj uljes së vlerave të insulinës, mund të fillojnë dhe metformin apo agonist të GLP-1-it, siç është semaglutidi, por kjo në raste specifike. Gjithsesi, shkaku kryesor është stili i jetës. Për të sistemuar rezistencën insulinike, duhet të menaxhojmë stilin e jetës, por gjithashtu, sidomos edhe personat që kanë histori familjare me diabet të tipit të dytë, të familjarëve të tyre të filluar në një moshë të hershme. Rezistenca insulinike apo dozimi i insulinës në check-upet si të fëmijëve dhe të rriturve ka marrë një rëndësi shumë të madhe vitet e fundit për shkak të keq ushqyerjes, mbipeshës dhe obezitetit, çka na e bën shumë të rëndësishëm dhe pikërisht ky ekzaminim ofrohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.